Ta Kurtit që të qonë ka vullneti i ri politik për ta shmangur krizën e prezidentit. Cila deklarate ti për shembull? Të ka bindur? Më e rëndësishme është që nuk bëri aso deklarata si pas nënshkurtit, ishte shumë humble, ishte shumë për tokë. Ka shpendosur debatën duke ushqyer një konfrontim midis zonës Mihalit Azëm, zotit Samil Dushtaku, zotit Përparim Rama. Është reduktuar edhe Përparimi, edhe Dejona, edhe Samia janë plotësisht të aftë, më kacafyt, me kënd dojnë 3 herë në ditë, çdo mëngjes, çdo drekë, çdo darkë. S'ka nevojë ata me i mësu kërkushiq. Përparim Rama është i qartë që e shfryzon momentin të jetë ylli i ri i situatës, dhe unë e pëlqej Përparimin shumë. Për mua është politikani më serioz në demokratikë e Kosovës sepse është transparent, ai nuk kompleksohet tjetë me uqënkar. Nuk jam lidhë kjo, thot. Tjetë me pëtë, jo. Nuk jam me lidhë kjo. Jo, ai doli në rendin e parë aty në zgjedhje me ata, edhe ai është shumë transparent. Unë e respektoj një njeri që është transparent, që nuk qyrë më ullë në 2 karrika, e ka karrikën e vetë, e ka qëndrimin e vetë, ajo është për tu respektu. Dhe më thonë, nuk ka. Tash, Samil Dushtaku, i cili një farforme e ktheu borgjin ndaj atyne në parti, të cilët në heshtje deshte me bëni një distancim për ti. Ne jemi të Prishtina vend i vogël dhe i dim të gjëra. Një në gjërat, po. Edhe ai tregoj që megjithatë Samia është dikushi në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe ti nuk mund është trashëgimin politike të Samil Dushtakut me fshi me një laps. Atë ushqen konfrontimin këto figura që me pamësu një objektivisht një afri të leadershipit. Gjithatash, nuk është punë e Albin Kurtit me kriju, me reformu PDK-n. Edhe ai nuk don PDK-ja me reformu, edhe është don me pasat PDK-n me cilën ajo është mësu me pas punë, është legjitime. Edhe tash, për njëjtën kohë, PDK-ja nuk shihet PDK ka një vullnet për një gjenerat të re. Përparim Gruda më i votuari, Arin Tahiri më i votuari, Orjan Ismaili më i votuari. Domethënë këto figura tradicionale janë poshtë. Por, t'jesh i ri, edhe t'kesh guxim politik, krijosh kauza të reja, sa ne janë 2 gjëra ndryshme. Kështu që PDK-ja, po unë PDK-n e fali, për arsye se PDK-ja është në gjendje kronike të traumës politike, për shkak situatës me dhoma speciale. Ti nuk mundesh me prit më shumë pikë kësaj partie. Ajo bila është të bë, shumë është të bë. Për mua, ata njerëz që e mojnë PDK-n stabile janë heroj partisë. Sepse ti një parti që e ka përballë një traumë kaq të madhe, dhe ti e mon stabile, nuk lejon rrjedhjet e elektoratit, po e ruan atë përqindje, do të tregon që është punë e madhe. Por normal që Lidhja Demokrat Park Vetvedosja ka dëshirë që t'i zgjedhë rivalët me cilët me pas punë, dhe ata ja dalin mirë. Tash nuk ka problem me Albin Kurti. Kallëp ultimativ, me kallëp ultimativ po operon Kurti, s'paku deri tani. Nuk do thosha që kallëp ultimativ, është thjesht është kallëp i një njeriu i cili është i vetëdijshëm për forcën e tij politike. Dhe kjo forcë nuk mund ta zgjidh vetë presidentin, apo jo? Po nuk dohet me zgjedhë veç Albin Kurti president, do të me zgjedhë të tjerë. Tash nëse nuk dojnë zgjedhje, duhet me dalë me një emër sinqert. Për shembull, nëse ata dalin me një emër sinqert, unë nuk shoh hapësirë që Albin Kurti do e thoshte jo.